Gjesti kishte kërkuar që të darkonte me Eglin dhe vëllai i madh ua mundsoi këtë takim vetëm për vetëm me njëri tjetrin, larg syve të banorëve të tjerë të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, që të flisnin dhe të sqaroheshin. Egli e pranoi ftesën dhe të dy së bashku darkuan në suitën, ku ndenjë Jozi me Loredanën, pasi kështu ishte vendosur nga vëllai i madh. Të dy banorët folën për gjëra të ndryshme që kishin ndodhur para se Egli të dilte nga shtëpia e Big Brother VIP, por edhe aktuale. Një ndër temat të cilat Egli deshi ta diskutonte me Gjestin ishte ish e dashura e Gjestit, Diellza. Dua të bëj një pyetje që e kam pikë. Kjo është ajo që më ka bërë ta dua veten time shumë, dhe të shoh vetëm këtë drejtimin këtej. Me sa mend në kokë, duke bërë veprimet që bën këtu brenda me mua dhe duke mu prezantuar si një djalë që nuk ka partnere, që i ka kry gjithë senet se kështu ke thënë, bën gjithë këto veprimet e dashurisë me një gocë brenda këtij formati. Në një moment të caktuar shkon dhe flet nëpërmjet kamerës me partneren tënde, tha Gjesti. Gjesti e mohoi këtë gjë, duke thënë se ai thërret shumë emra, por Egli i rikujtoi se në 14 shkurt ai i dedikoi një këngë partneres së tij. Gjesti këmbënguli që ajo ishte ish partnerja e tij, por Egli e kundërshtoi për shkak të veprimeve që ai kishte bërë.